Sa vite për zotin, si nuk ka mundësi. Sa bëj llogarit? Atëre të themi vitin, 89. Ti ke qenë vit dytë? Po. 87-ën kam fillu shkollën. Po pra, do më vit dytë a vit tretë, diçka të tillë. Po, di që leksionet e bënin bashkë. Bashkë i kemi bërë. Një portret që mund ta dalloj vetëm një piktor, ose shumë piktor, ose shumë skulptor, ose më mbas një regjizor, si Besdiku. Prandaj kjo është arsyeja që pas çdo leksioni dilja me disa letushka që më bënin studentët, më bënin kështu portrete. Me stilo lap, me lap. Një po s'kam guxuar, as ta jap, dhe më e bukur se nuk e kam. Të kam bërë ty dhe të Belës. Bela Arbana. Balerina. Me Kaçorela. Dhe pastaj kur pam atë filmin e famshëm në atë kohë, thoshë nuk ka mundësi që kemi qenë në fakultetin apo Instituti i Lartë të Arteve më i bukur në botë. Aty është një gjithë superstar. Nuk futej dot kushdo. Duhet ishe vërtet shumë i talentuar që të futeshe. Shumë konkurs. Ose duhet kishe një mik shumë të madh. Po prapë, edhe ai miku s'të bënte punë. Jo, s'të bënte punë sepse do i bëj ato 4 vite shkolle dhe pastaj Zbeshe mirë, kupton, zbeshe, por di që ka qenë i brez i jashtëzakonshëm sepse të gjithë ata fëmijët e artistëve mëdhenj ka qelluar në atë. Shiko, është fat për shkollën që të marrë fëmijët e artistëve, 50% janë të bërë, them unë. Është vërtet fat, por ka pas shumë fëmijë, sidomos ju nga piktura një herë. Shiko, e vërtet është, fëmijët e piktorëve ishin nuk e di pse kisha një lloj tabuje dhe komplekse kur i mat ka qenë klasë me ata. Por lusja me Tiranën, do më kishte një diferencë shumë të madhe. Viti parë ka qenë një tronditje shumë e madhe për ne që vinim nga provinca. Dhe secili po ballonte me atë mënyrën e vet. Po kur mblidheshim leksione, shikonim gjithë juve yje, se ne kemi qenë ka qenë parashkevia në. Unë fakt kisha bërë dhe ca filma para se të futesha në shkollë dhe. Kërrisht ishe më i njohur nga të gjitha. Isha sepse shkonin njerëzit në kinema, kishte kinema dhe nuk është. Si kulmi. S'ke ndryshuar fare. Ma beso. Piktori shikon disa cepa, disa gjëra, të cilat o mbeten të freskëta ose deformohen nga koha. Unë nga koha e shkollës që thua ti, nuk është se unë kam bërë shumë eksperimente me portretin edhe me flokët, paka shumë në të njëjtin model, vetëm më mungojnë baluket, se tashmë si mbaj dot mos. Kur ishim të reja, ishte dhe moda e viteve 80, ato flokët me baluket e shkallëzuara, dhe kishim qef që ta ndiqnim aq sa kishim mundësi. Anila, mbiemri valizëris? Karaj. Karaj, po ju nga? Unë jam tiranse. Të mhallë Shebekve, gocë mhallës Shebekve, së është me namë. Ti jetë tironëse këtë dhja Tironëse, të mhallë Shebekve. Nuk e di pse kjo Karaj vjen nga Shkodra, nga kështu. Jo, Shkodra jo, po unë e di që ka edhe në Elbasan, duket, ka në Vlorë, nuk e di se si janë, po unë jam tiranëse. Me gjithse... Në mhallë Shebekve. Ma dhe gjyshën e kam pas tiranëse, me mbiemri Qoqja. Rruga që jeton vllai im, aty ka emrin e stërgjyshit ton, Zyber Qoqja, ka qenë tregtar,
Edhe jemi habitur kur pam që vun atë tabel me emrin e stërgjyshit edhe thoshte vlla, e shikoni apo jo, ku e kam shtëpinë. Por ajo është malle e Tiranës, e gjitha dhe Dibranësh. Në lagjet tonë ka pas shumë Dibranë. Nuk e ndryshuar fare, Tirana ka ndryshuar shumë. Shumë ka ndryshuar, me thënë drejtën, po është normale që do të ndryshoj, por... Si ndjeni ju Tiranës për këtë? Mua më vjen keq, tani shkoj tek mahallja ime, nuk ka, po prishen shtëpiat, janë bërë pallate, nuk njoh më shumë njerëz, edhe nga njerë bëhem keq, më vjen shumë keq edhe se di, po duhet ta pranojmë, sepse... Pashmangshëm. Është e pashmangshëm, ndryshimi është i pashmangshëm, por do kisha dashur që ato shtëpia të rregulloheshin edhe të ishin, të ruanin atë lloj fizionomie që kanë pas, ka qenë vërtet një lagje shumë e bukur. Kjo ndodh vetëm në Gjirokastër dhe në Berat. Unë e mbaj mend Ije, se unë ne i thonim Ije, ato që Ija nuk ishte nga fshati, po Ije kishte qef, ajo që ti thrisnim. Edhe Ija me gjymë bakri, në çdo mëngjes mblidheshin gjithë këto plakat e lagjes, para se t'iknin në shkollë, Ija dilte lagte me gjymë rrugën, edhe i kishe aty në mëngjes, gjitha duke bërë muhabet, fshinin, bënin deri para 15 vjetësh ndoshta, funksiononte kjo, po dilnin edhe këto mamat tona, si pushin, lagnin rrugën me dhe fshinin edhe bënin, po tashmë nuk ekziston më. Shiko, në fakt kjo ndoshte në gjithë qytetet të sa djela famshme, i pastroni dhe mua më kujtohet. Duke u rritur kisha të dëshirën që thosha do pastroj dhe unë lagje. Po ajo që më duke absurde që ndërkohë që kishte një organizim kaq të mirë, nuk e kuptoj pse nuk kishte asfalt fare. Plas për Lushnjën asaj kohe, ndërkohë që jemi rrethuar me baçet dhe kodrat cilat nuk kanë ndryshuar në Lushnjë dhe unë e vetme gjë që mundohem to janë periferit. Si dhe në Tiranë ka ndryshuar shumë pak, si me thënë. Por Tirana ka qenë një utopi shumë e madhe asaj kohe. Tirana shumë ka qenë vërtet. Por ka një peshë shumë të rëndë Tirana. Kryeqytet. Edhe kryeqytet, edhe tiranësit vetë, si njerëz, janë shumë të butë. Dhe janë shumë të dashur, shumë mikpritës. Nuk flas për atë Tirana, Nila. Janë shumë të bukur. E kam për Tiranën e sistemit. Pra, që krijoj një kryeqytet me një peshë shumë të madhe, jo për ju që ishit nga Tirana, por të ardhurit të cilët i poziciononte me punë të rëndësishme. Punërat më të mira, ata i merrnin. Po pra, dhe dilnin fabulat çuditshme dhe mua më duket në fakt që Tirana e ka ruajtur brandin, madje e ka rritur goxha prestigjin, sidomos kohët e fundit, shumë vizita turistësh. Ka ndryshuar, dhe është pashmangshme ajo që the, mua më vjen mirë që ka ndryshuar. Unë jam pro ndryshimit, nuk jam pa diskutim që jam pro ndryshimit, sepse gjërat ndryshojnë. Tirana tashmë është bërë gjysma e Shqipërisë. Ta nxjerrim situatën, po gjysma e Shqipërisë. Apo kundër? Mua më vjen shumë keq ai teatri ushem njerë. Po pse? Po mua më pëlqente ajo godin. Nëse ajo do të rregullohej, le të mbaj. Unë isha pro një teatri modern. Tirana është bërë kaq e madhe, kishte shumë nevojë për një teatr tjetër. Por edhe ka nevojë për një teatr të dytë, të tretë. Duhet mbajtur edhe ai. Kishte. Jo, nuk e keni parë. Unë kam 34 vjetë që punoj në teatr. Dhe kam filluar punë të teatri vjetër 91. Kushtet kanë qenë të tmerrshme. Biseda e nostalgjisë. Kushtet rregullohen. Jo, Anila, të bëj një paralelizëm, thotë. Kushtet e nostalgjisë dini vetëm ju që keni jetuar aty. Patjetër. I matë është dënuar vetëm për nostalgji mbi shtëpinë që kishte, pavarësisht se ajo pikonte dhe ishte tërmyk. Unë vetë kam bërë një paralelizëm duke ndërtuar një galeri në Belç, e cila sot fut ujë, është myk. Dhe në rast se mua atë do ma prishin, po themi që, okej, nuk e kam timen private, por gjithsesi, në rast se do ma prishin, unë do më zhidhem për vdekje. Pra, unë të besoj të 100% për atë që ti ke ndjerë për teatri. Dhe duhet, do më thënë, e dua këtë mendim... Realisht kam qarë atë ditë që është shëndur kam qarë dhe atë ditë kur parlamenti mori vendimin që do shembet, ishte, nuk e di, ishte një ndjesi që kushtet të thashe, Lidon, kushtet ishte të vështira, por kushtet rregullohen edhe unë mendoj se kjo është bërë me qëllim që atje nuk është ngull 30 vjetë që kisha unë aty, nuk është ngull një gosht. 30 vjetë nuk është ngull, do më thënë ajo. Kjo sakrifisë 30 vjeçare për çka?
se kuptoj këto, që jemi ne, që po ndodh me Shqipëri? Nuk e di se çfarë po ndodh, po kush vjen thot tani fillon historia. Vjen njëri, fillon historia dhe harron që o do lesh një emër të mirë, o do lesh një emër të keq, se nesër kur të mos jesh më do thon ishte maskara burr. Edhe çfarë, nuk është se fiton ndonjë gjë. Të bëjmë një lloj narracione. Unë isha në Belç me disa personalitetet të artit, duke nisur që nga Bujar Kapexhiu, ai me Ilir Harxhin. Dhe kjo më duket gjë shumë e vyer e Ilir Harxhit që bën kaq vite me Bujar. Me Bujarin, me Robert Ndrenikën, me Enver Petrovski. Po, sidomos me Enverin mendoj edhe me Robertin, po dhe shkuam në Belç dhe u bashkua me ne Josip Gjon, Papa Gjoni, Mer Qiraku dhe Ferit Hudhri, të cilët unë isha shumë të largët në rinin time, kritik arti. Dhe kemi kaluar bashkë një mastite dhe u duka më pranë tyre, me gjithse mosha tyre kalon shumë vite, se sa më pranë brezit tim. Ata flisin vetëm për artin 24 orë. Po patjetër. Mbaruam Belçin, shkuam ndoqëm një film të Ilir Harxhit te një kinemaz që ka bërë ai të hotelit ti dhe një teatër i vogël atje. Me një nostalgji të papar, na mungojnë këto gjëra kaq, vizita nëpër studio, diskutime artistike. Kanë ndryshuar shumë gjërat mendoj, nuk është bërë shumë komerciale dhe fatkeqësisht po sfumohet shpirti i artistit. Kjo është vërtet fatkeqësi. Nuk flisim për TikTok, nuk flisim për Facebook, nuk flisim për YouTube. Kryesht, është brezi tjetër që është vërtet ajo që thua ke kënaqësinë që të rish edhe të diskutosh dhe vërtet që vetëm për atë. Edhe në shtëpinë time flitet vetëm për atë. Edhe çdo drek ne kemi kështu si rit, nuk kam dot buk. Njëri tjetri. Gjithmonë duhet presim njëri tjetrin, ulemi dhe flasim. Ku mbizotron bisedat për artin, pa diskutim. Mirë, se edhe profesionin ndërmjet... Edhe fëmijët në atë kur ishin që i kishin këtu, ishin në lice. Edhe ata, si shkojnë mësimi, si të vajti studimi, do në për këto gjëra flitej. Tash unë do të të bëja një kështu lojë të vogël, duke nisur pikturoja vajzën tënde që nuk e njoh nga afër, po më zhdukur topkë si ty. Ashtu thonë të gjithë, në fakt. Reja ka komplet hijen time, ka gestikulacionet e mia, ka karakterin tim, si duket këto janë arsyet që e bëjnë shumë afër meje, po asnjë tipar nuk ka timin. Po kam dëgjuar që ka qenë një pianiste fantastike. Shumë e mirë, tani nuk e ushtron më sepse për arsye të një dëmtimi që pati në dorë, por ka marrë drejtim tjetër, rëndësi ka që ajo është e lumtur, dhe kur është e lumtur ajo jemi dhe ne të lumtur, por për ne që një goditje shumë e madhe sepse Reja ishte shumë e talentuar vërtet. Kam pasur dhe një histori të tillë, jo kaq paralele, po ajo, se nuk jam e autorizuar të them emrin, ishte violonceliste në teatrin e operës, ku unë kam shërbyer për një 4 vjet, në mos gaboj, si kryetari i bordit artistik, dhe kishte pësuar probleme fizike, qante. Unë është përtheja në edhe goca me violoncelin, unë nuk e njoh më veten. I me bi thoshte unë nuk di se çfarë mund të bëj tjetër përveç kësaj, se kishte filluar 6 vjeç. Ka bërë 20 e sa vjet piano. Dhe thoshte që unë nuk dija do të bëj dot gjë tjetër përveç pianos. Sigurisht që ajo e gjeti veten dhe shumë e lumtur me ato që bën. Por kur janë të ri, gjithçka është e mundur. Nuk ka pse të thuash që erdhi fundi botës për mua, është fundi botës, jo. Unë jam rritur me një fotografi të motës time në piano me zysha saj quhej Mariana Shllaku. Ishte nga Shkodra, po për një arsye i shoqi punonte me naftën në Lushnjë, Rikardi i mrekullueshëm, dhe e shikoja atë foton e motrës, të dyja kishin dhe e vogla dhe e madhja. Piano është gjë shumë e bukur. Vetë ti bipjen? Unë jo, dhe kam bërë gabim. Edhe i kam thënë madje dhe Anita Tartarit që ishte pedagoge e Gocës, i thash, po shiko, po në moshën që jam unë, mund të mësoj, kur e mëson 6 vjeç, se të mëson ti tha. Sa më e madhe, tha, aq më mirë. Po unë lodhesha kaq shumë duke i thënë, shko ullu studio, se i kisha dhe të dy. Sa që thoja, unë nuk duhet ta shoh me sy piano, jo të kam nerva, unë t'ulem dhe ta mësoj vetë. Më shdash të mësoj ca akorde për shfaqjen 3 motrat, ma ka mësu Besniku, se dhe Besniku di diçka sepse ka luajtur kitarë shumë mirë. Edhe i thash, kam një problem që
Ajo aktoria tjetër i thash, ka bërë lice dhe di, po una mund të mësoj në ndonjë akord? Ti mësoj unë edhe mori ca letra, i shkryti 1, 2, 3 dhe i ngjiti te taset e pianos, edhe unë me anë të asaj i mësova dhe në shfaqje i luaja pianon tamam, po me akorde, kuptohet? Dhe i thoj atyre pastruses së teatrit se më ke ish në një nga numrat, më fike se të lutem vetëm numrat mos më ish se s'di. Edhe me vullnet. Është herë e parë që ne rrim kaq, si më thënë, gjatë bashkë, dhe unë po vërej që t'i ngjan shumë portretit motrës time të vogël, të cilën unë e kam pikturuar shumë, në fakt, dhe të shoj fotot të portretit, po, gentas i ngjan shumë në portret. Më thonë, ngjan shumë me këtë, ngjan me këtë, ngjan me këtë, si duket. Sepse janë disa ngjyrime në portret, apo disa këndë që i themi ne, që krijon një lloj portreti unik, por për hir të vërtetës në momentin e caktuar ngjan me shumë. Filmi i parë. Filmi i parë ka qenë Gurët e shtëpisë sime. Viti? Vit 2 gjimnaz. 16 vjeç i kam bërë në shesh Xhirinit. Atje i kam bërë sepse filmi zgjati shumë dhe nuk e di për arsye teknike dhe më kapi maji atje. Ku loj? Në shkollë. Në shkollë vinin, e? Po. Në fakt, në kino studio kësha shkuar para se të vinin të më merrnin në shkollë. Një regjizore montazhi që ishte mike jona, ajo do shkonte në një film me Rikard Ljarjen, edhe më merr mua ajo, thot hajde se kështu erdhi në shtëpi, shkova se po i bie shkurt. Edhe më pa Rikardi, mbaj mend kam foto në shtëpi, një foto shumë të bukur, më bën një shami kështu si ato malsoret e vogla, një shami me pika dhe kam ato fotot e kinoprovës, si thuash, që janë një profil, një përballë. O zot, sa e bukur është, 14 vjeç kam qenë aty. Dhe pastaj aty më pa në shesh Xhirimi dhe erdhëm në shkollë, më morën. Madje ka ardhe një besniku të më marri se i thanë shkosër dhe nuk më ka pëlqyer. Ka shkuar atje dhe i ka thënë, ajo nuk bënte, se kishte shumë faqe, ishte bufe. Unë bufe s'kam qenë ndonjëherë. Ka përshtypjen se ka parë një konflikt të vogël interesi. Jo, pastaj mori Dimitar Anagnosti, na mblodhi shumë goca nga gjimnazi, në fakt. Jo vetëm nga gjimnazi Partizani ku kam qenë, unë shumë gjithë gjimnazet. Do luaja vajzën e Rozës, po mua gjithmonë më kanë thënë që ke ngjashmëri me Rozën. Edhe ai kur më pa, domethënë ndau vetëm 3 goca, mua dhe 2 tjera që na bëri kinoprovë. Kisha shumë frikë me thënë drejtën, se isha fëmijë, por më kanë mbajtur shumë mirë. Shumë mirë. Nuk e di pse krijoj një paralelizëm me Glantina Kumen, në njëjtë mënyrë zbulimi, ajo luajti atëherë nga dhënimi vdekje. Po, e reve duhet të ketë qenë gjimnaziste me siguri. Po, dhe po me Rikard Ljarjen, dhe nuk e di kush e ka zbuluar, kush ka qenë, më kujtohet regjisor, po ndoshta Piro Milkani. Piro Milkani dhe Piro Milkani dhe një tjetër, më duket se kanë qenë 2. Po Piro Milkanin e di. Edhe çuditshëm, unë kam qenë në Greqi me Eglën dhe kishte goxha kreativitet atje. E kërkoj, më kanë thënë që është në Shqipëri. Dhe më vjen mirë që lën historinë në fakt nga mbas. Kjo është e bukur atë profesionet. 5 herë të përplotësuar, po kemi mundësi të jemi kaq kreativ sa ti plotsojmë. Dhe kjo është gjë shumë e bukur. Filmat si janë në cilësi tani? Janë të mirëmbajtur nga Kino Studio? Disa jo. Nuk kanë kushtet e duhura, po unë kam parë filmin e Zemra e Nënës, për shembull, Besnikut, që ka fituar dhe festivalin atëherë. Ai shumë i dëmtuar. Edhe më vjen keq. Se lëngon Shqipëria në gjithçka, s'ka kushtet, ajo arkiva e filmit siç duket nuk ka kushtet e duhura për të ruajtur. Pastaj ato kanë pasur me pelikull. Pelikull, të po them. Dëmtohet siç duket me kalimin e kohës. Në 86-ën, Stefan Gajo ka bërë një regjistrim për shkak se morëm ca çmime ndërkombëtare dhe i kërkova në radiotelevizionin shqiptar dhe çdo gjë me pelikull është prishur. Janë dëmtuar, po, është vërtet. Bëhet digitalizimi, por në rast se nuk kanë qenë kushtet për të mbajtur. Unë kam parë dhe filmin Bolero që nuk është tamam edhe më vjen çikese. Atë film e kam pasur filmi që më ka identifikuar më shumë tek publiku sepse ishte roli më i Po ai ka qenë cilësor shumë në atë kohë. Po. Me ndryshim të mirë me filmi i fundit i Kino Studios ai ka qenë. Dhe ka lënë shumë histori të mëdha Kino Studio. Patjetër. Unë edhe tani që shkoj, që më rastis shkojnë në ndonjë televizion që është aty dhe kam një rënqethi kështu se më kujtohet ajo borri që gumshinte. Ka hije shumë të nga piktore, regjisore, aktore, ajo ishte si një qytet e vogël. Dhe madje në rast se nuk Dhe ky është pati im.
që unë kam arritur dhe atë periudhën kur bëshin 14 filma dhe 14 vit. Kam arritur që të identifikohem tek njerëzit edhe nëpërmjet atyre filmave. Se tashmë njerëzit i shohin shumë, fatmirësisht. Edhe i shohin shumë. I shohin jashtë mase shumë. Edhe nga njerë kam qef kur shoh në një film që shikoj Tiranën edhe ulem dhe them, kjo, si ka qenë këtu, ca gjëra më pëlqejnë, ca gjëra s'm pëlqejnë, se gjërat nuk mund të... Si e përballove famën në atë? Problemin më të madh kam pas filmit Bolero. Ai ka pas një sukses shumë të madh dhe unë diçka më ketë ndodhur se fillova të mos shkoja më të flisja për atë film nëpër televizione, nuk dua të vi, se si, diçka do më ketë ndodhur, Por ai film vërtet ka qenë ai që vendosi që ajo goca vogël motra ime është e reja. Është e reja motra ime dhe i thoja që do shkojmë do luajmë filmash, se mos më thrasësh mami se do jemi motra. Reja as 3 vjeç nuk ka qenë. Dhe bënte çfarë i thoshin? Binde, Po dhe më thriste Ina, nuk vinte të thoshte mami. Me emrin e personazhit. E kam kujtim shumë bukur atë me Rean. Pastaj edhe te filmi i fundit, Vera pa kthim, prapë është Reja që më luante mua të re. Se është ajo që thej, ka një ngjashmëri shumë të madhe, dhe aktore shumë e mirë Elidon, shumë e mirë. Si mund të jetë ndryshe? Por nuk e ka me pasionin aq të madh sa që të vendosi që të bëhet, nuk do. Po pse, Po që se ka bërë dhe një film të Namika Yazit mbrapa, ka një rol shumë të mirë, ka bërë dhe një regjizor i të ri, Gjergj Mazi, një film me metrazh të mesëm. Mua më pëlqen kjo përplasje në ngjashmërive. Kam një gjë me djemtë e mi. Aleksandri me Erikun deri në moshën kur Eriku vuri syze, janë fiks plasë. Dhe unë nuk i dalloj dot më, them ti më shoqë, më të lutem. Fal Zotit që kanë diferencë të vogël, siç duket. Kanë gati 7-8 vjet diferencë. Pas kanë shumë. Po. Dhe nuk ka gjë më të bukur se sa ti rjetosh ndjenjat. Pra, qa humbin thonjë Aleksandri, ne rigjetëm të Eriku, derisa i vuri syzet. Tani bëjmë krahasimin e foto, nuk i dallon dot. Fare, dhe kjo është mrekulli, si me thënë. Dhe mbrëm, po bënim ato shkëmbimet e videove, celularët, ndrohen, ne ku diun se si etj. Se falë Zotit nuk na e merr spaku. Po. Lem gjumë rahat. Me që Rafaela, si e shikon këtë gjendjen e Shqipërisë tani me këto, domethënë, të jetën me... Shumë e rënduar është, jemi lodhur kaq shumë. Po mirë, në momentin që shkojnë dhe artistë në SPAK, mendoj se është... Kush se meriton le të shkoj? Nuk ka pse të përjashtohen artistët. Nëse meritojnë të shkojnë edhe... Problemi është që duhet japin llogari, se problemi është që gjërat kalohen një çik si shumë lehtëshëm. Anila, kjo që thua ti është absolute. Si mundet një artist ta lëj veten të drejtë shkojë atje? Babzia. Po s'është artist atë? S'është, edhe unë kështu them, nuk është. S'është artist? Nuk është. Domethënë, ka artistë që kanë punuar në mes të Floririt, në mes të paras, dhe nuk kanë arsye të prekin, mos se kuptoj dot domethënë. Ka artistë që për hir të asaj që paguhen, bëjnë role që nuk i shkon, që thjesht ti marr ato lekë. Por për këtë rol nuk ka përshkruar SPAK ai. Jo, du të them tek ajo babësia që ka artisti, domethënë edhe jetojmë në kohë të vështira. Janë artistët Shqipëri janë shumë pak të paguar. Janë shumë pak të paguar. Tani bëj një paralelizëm me filozofik. Por kjo nuk do të thotë pse je pak i paguar ti të fusësh duart në diçka që s'të takon. Po mirë, të të bëj një pyetje tani me vokacionin që unë jam pro-artist. Sinqerisht. Pra, në një moment caktuar mund të them që më mirë një artist që vjes sa një artist i papaguar. Po bëj avokat në djallë, për të bërë një paralelizëm, për të kthyer para në ndjedhës. Mirë t'i bëhet, more, fliste ai. Mirë t'i bëhet, more, shkonte poezia i kundër sistemi. Në burg të vej qeni. E të mërshme ka qenë edhe ajo periudhë shumë e të mërshme. Ka artist në parlament që kanë nxjerrë pistoletën në 97. Kundër popullit, kundër asaj. Tash edhe artisti që njerëzore është të thuash që... Pse lë artistin që të shkojë deri atje? Tani, puna e teatrit. Disa pro, disa kundër. Vokacion demokratik. Problemi është që në fillim kanë qenë gjithë kundër shëmjes. Dhe rrugës filluan duke... U vetë filluan.
Nuk ka njeriu Kjo tregon që, siç duket ne aktorët që i kemi më të manipulueshmit e globit. Tani, Siç duket. tani, Sepse të ndroj njeriu mendje për 24 orë, për një çështje madhore, okej, jam shumë dakord. Por asnjë piktor nuk ka protestuar për galerinë kombëtare të artë që gati 8 vjetë. ju që i keni edhe më keq. Pra, Se ne kush? kemi ngel një ca kokra, po ju shumë gjëna. Ndonjëherë më duket mençuri më e madhe heshtja se sa një impostim i degraduar në korrupsion. Që në fakt artisti është, si thua, kundërshtari më i madh i gjithë Pikërisht, qeverive, artisti. Artisti duhet jetë. Se nuk bëjmë një ligj në artistët që të bjem dakord me njëri tjetrin për disa pika shumë të rëndësishme. Po pra, po ka 30 vjetë që s'janë bërë këto ligjet, është shfatkeqësi e madhe. Pra ne artistët do jemi Sepse- gjithmonë detyrimisht kundër sistemeve. Duhet jenë pra, gjithmonë. Duhet jenë gjithmonë për të kërkuar më të mirën, më të mirën, më të mirën. Po artistat siç duket gjenë atë ratin e tyre, gjenë edhe bën nuk e di Nuk pse. kemi në të dytë përshtatshme, por me Sepse po ta mendosh, nga Akademia e Arteve filluan në ndryshimet e 90-s, ëh? pra. Artistët ishin. Po ajo s'është manipulim. Po ka ndryshuar shumë, nuk e di pse. Ka ndryshuar shumë. 90-ën nga Akademia e Arteve, të kujtohen ato mbledhjet që bëheshin. kam qenë aty. Po bashkë kemi qenë. Bashkë kemi qenë të gjitha. Ndryshe i kemi njohur kur ishin artista dhe ndryshe bëhen kur merren me politikë. Politika Si i gjykojmë? nuk e di pse. Është profesion tjetër njëra, profesion tjetër tjetra. S'ka pse t'i gjykojnë. Po pra jo, e kam fjalën që nuk ka pse ti shoqëroj e kaluar atyre, po themi. Ti do merresh me politikë? Do merresh me politikë? Asnjëherë. Më është ofruar për t'u marrë me politikë, edhe nuk më ka thënë gjë. Shko, unë mendoj që njeriu duhet bëj atë që di të bëj më mirë. Unë jam e bindur që atë nuk do të dija kur ta bëja mirë. Dhe një herë që e provova, jo duke u marrë me politikë, thjesht e kam menduar si një kontribut timin, në një periudhë mendova se do frynte një herë tjetër, do kishte ndryshime, mu kërkua, por kam ikur edhe e zhgënjur. Më është kërkuar edhe që të... Nuk e luaj dot atë. Jo. Çaket nuk e kishe dot. Ja, nuk e dua. Artistët kanë një rëndësi shumë të madhe, por kam përshtypjen se nga shembja teatrit e tutje i ka ikur pak ajo vlera dhe, si thuash, ajo mbështetja popullore artistës, sidomos në aktorëve. Është holluar vera. Vera është holluar, mirë the. Më vjen shumë turp për këtë. Dhe mua më vjen shumë keq, dhe më vjen shumë turp. A di pse nuk doja që të dështoj në asnjë moment Edi Rama, me kuptimin që është piktor dhe të merr vallja dhe ty. Se thonë populli nesër me u piktor. Unë mendoj që pra, artistat janë të mençur. Dhe jo, i mençur duhet ta kuptoj që çdo gjë ka një fund. Hik ai që është i mençur të hikë në kohën e duhur. Sepse nëse nuk hik në kohën e duhur, do t'i kthehet e gjitha në bumerang, gjithçka që ka bërë, gjithçka që është investuar. Duhet gjesh moment, duhet ikësh në kohën e duhur. Kurse kush mendon pastaj që do jetë i përjetshëm, ai ka bërë zgjedhjen fatale. Nuk të lënë të ikës. Nuk të lënë të ikës, sepse politika nuk ka një regjizor të deklaruar, siç ka teatri apo filmi. Që dim kush është regjizori. Politika dim vetëm kush është aktori, por regjizori gjithmonë i fshehur. Dhe mund t'jenë dhe disa në... Siç duket, ne nuk e kemi provuar Elidon, po diçka të ëmbël le ka ajo që të bësh. Në kam pas një dy fikcione. E marrë me mend se çfarë është, por... Nuk e kam ndyrë asnjë, edhe i mat ka qenë deputet dhe nuk... Po ka qenë në vitet e para? Në 98-ën. Diçka e tillë e kulmi kush... Ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar shumë. Jo, ato shitet edhe më shumë. Edhe cilësia e parlamentit asaj kohe me cilësinë tani. Në atë kohë Shqipëria ishte më shitshme sa sot, në ato vite. Sot janë më të kontrolluara gjëra. Dhe nuk e ndyu vetëm, 40 metër katror vdiq. E shikon? Sinqerisht. Dhe e kujtojnë me shumë respekt. Dhe ai respekt është më i vyrë se sa gjithë paratë e tjera. Seriozisht. Jam falëzorit në një
periudhë të moshës time Pa diskutim që mund të është. dalloj disa... Lunë kush lën një emër, thot populli. Po. Lunë kush Aset lën shumë një ma. emër, është aset i madh pa Aset diskutim. shumë ma. Këtë kujtoj tani në moment me aktorët mëdhenj që kanë niku janë larguar nga skena. Nga skena, Si emër. unë kam gjetur në teatr, kam gjetur Robert Ndrenikën, Rozana Gnostin, kam gjetur Pavlina Manin nga këto zonjat. Pavlinë e kemi dhe nga Lufë. Ka punuar, pavarësisht se ishte në pension Drita Pelingu, punonte shpesh në teatr, Agim Qiriaqin e ndjerë, Fatos Selën. Unë kam punuar me gjithë këta. Edhe për këtë jam shumë e lumtur që kam arritur që të bashkëpunoj dhe të punoj me Robert Ndrenikën, kam punuar shfaqjen e parë që jam ftuar në teatr. Personalitet shumë i madh. Shumë. U kontaminua jo? Me teatrin? Nga ata që devijuan rrugës. Nuk e di pse, sepse atëherë mbaj mend që telefononte gjithmonë në shtëpi dhe i thoshte edhe Besnikut që thuaj Anilës, meqense ai ishte në pension të ngrihen për teatrin dhe pastaj me kalimin e kohës ndryshoi mendje, heshti, pastaj ndryshoi mendje, por gjithse kush mendon atë që di vetë dhe pasojat apo ato benefitet i di ai. Ndoshta bind, unë kam bërë biseda me të. Ndoshta mund t'jetë bindur, por Kam bërë biseda. unë nuk jam bindur. Unë mendoj që ai teatri mund të ekzistonte. Mund mos ishte teatri kombëtar, teatrin kombëtar mund ta bënin kudo. Unë do të kisha dashur që teatri kombëtar të ishte kush Tajvani. Çfarë vlere ka ai kafja Tajvanit e mos bëj një teatr i bukur aty. Do ishte një mrekulli. Tirana ka nevojë për një teatr shumë të mirë. Ka kohë që ka nevojë, jo tani. Që është nevojë emergjente, ne jemi në një sallë të tmerrshme. A di ku vishemi ç'vishemi ne? Në një shfaqje që ka 20 aktorë, 15 gra nëse jemi, dhe futen në një dhomë, ku nuk dim, presim jashtë, mbaroj gjysma të futemi ne. Futemi në një dhomë grimi dhe ne nuk kemi kurrim gjatë kohës që presim për të filluar shfaqja. Ne piktorët s'kemi shtëpi fare, as i tembull. Është e përfalshme dhe për ju piktorët që nuk... A di ç'a ndodh? A di ku flen pikturët tonë? As ti nuk e di. A di ku flen pikturët e mjestrave? Patkesi. A di në qa skutash do të flen. Presin një shtëpi të re, në fakt, kaq kohë. Ndërkohë që unë kam dakord dhe me këtë shtëpi provizore, sepse ju jeni artist të mëdhenj, shpirti i... Por kam përshtypjen se po luhet shumë keq me artin në Shqipëri. Edhe unë mendoj që artistat e artit pamor që jeni juve, janë shumë të cilësorë se sa ne. Janë për arsye se zhvillohen disa mediume tjera, si po themi pleneri, cilët t'i shkon, pikturon, por kjo është procesi i akumulimit dhe i ekzekutimit vepërës artit, po i ekspozimit vat. Pra është njësoj se kur të mund që t'i shkon dhe po aktron për para pësyrës tënde. Po bëm prova, që se do isha cinik, do thosha aktron shpinë tënde. Pra piktori piktoron shpundën e vetë. Po, patjetër. Po ku do ekspozoj? S'ka ku ekspozoj. Vetëm kjo sallë kam betë. Edhe në një sallë që kemi atje të thash, akustika është e tmerrshme. E tmerrshme. Ka patur raste që në shfaqje që kanë një lloj intimiteti dhe interpretimi duhet bërë janë në këtë distancën që jemi ne, janë spostuar shfaqjet në avansen. Mos të flas pastaj që gjatë shfaqjes na kalojnë spektatorët përpara sepse nuk ka kafshëve. Po. Kemi qenë shumë pranë dhe të kam bërë shumë foto aty në fakt. Po, kam parë Dhe bilës të ndjeva që mpej që isha me ti me shoqi të rreshtit parë. Po. Ka teatre të tilla në Europë. Bilës Greqia i aplikon dhe shumë. Po, për ka, s'ka teatr kombëtar si ky. Ne kemi teatr shumë shfaqje që zhduken. Sepse nuk ka ku të magazinohet dekori. Është bëhet pak në të teatrin. Merë, janë atje tek bunkeri lartë, të futura në për arka, në mes të lagështirës, në mes të aspundit, dhe shumë shfaqje që kanë qenë vërtet suksesshme, nuk janë rikthyer për këtë arsye sepse është prishur dekori, është përdorur për një shfaqje tjetër, s'ka patur ku të magazinojë. Domethënë një teatr kombëtar që nuk ka teatr repertori. Kjo është fatkeqësi. Ndërkohë ti ke jetuar vetë, thua, në Greqi dhe unë kam dëgjuar që aty ka shfaqje që kanë 5-6 vjet që riciklohen. Patjetër, sepse për shumë arsye, para një riciklohet edhe publiku dhe dyta është një investim i cili në moment saktuar mund sjellë vërtet të ardhurat, të cilat janë kaq të domosdoshme dhe jemi kundër tyre. Dhe të ardhurat ti fiton në rast përsëritje se ke kostume, ke skenografinë, ke... I mbaroi 15 shfaqjet edhe
ikën. Këto shkallët ku t'i lem, t'i prishim apo t'i përdorim të kjo shfaqja tjetër, domethënë është... Në kohën e krizës madhe, në Greqi u zhvillua shumë teatri i rrugës. Asnjëherë nuk e kemi pas. Jo. Si ka mundësi? Jemi ekshibicionist si popull, pra, nuk ka, po të vëshire këtu nuk ka street art. Pra që luajnë cirkë, se ne, mendo sa aktorë Sa vjetë kanë ata që bëjnë artë të janë të hapur? Sa vjetë? Ore me mira vjetë kam. Ne kemi 30 vjetë që se neve do futeshim aty, di që mbje keq, që rrethet e vuajnë shumë këtë mungesën e... Rrethet s'kan asgjë. Asnjë gjë. Kjo shfatkeqësi e madhe. Isha në firë në një projekt, kishin bërë një skenë, një sallë shumë të mirë, po shumë të mirë. Nuk kishin vënë projektor që t'ishin në shërbim të teatrit, e kishin bërë një sallë për mbledhje. Edhe për koncerte. Nuk kishte ndritshim, nuk kishte ku të varje një robe mas kuintave. Më thënë, nuk kanë menduar për të bërë teatr, por kanë menduar për të bërë një sallë, hajde se le t'i bëjnë të gjitha këtu. Mungojnë ato mjeshtrat e vërtet që merren me këtë punë, nuk kanë akustik sallat, nuk e di, do më thënë. Mbaj mend kam biseduar me të ndjerin Max Velo, dhe më thoshte, Anila, nuk ka birë nëne që bën më një sallë tjetër me të njëjtën akustik që është kjo, për teatrin. Te ishte mirë, kishte standard. Akustika teatrit kombëtar deri te rrjeshti i fundit dëgjoheshe në mënyrën më pas forca. Nuk e kuptoja, kemi sinqer si profesionist. Dhe thoshte, akustikën e teatrit kombëtar nuk keni për ta gjetur asgjë kundi. E vetmja sallë që ka mbetur, që ka akustik të mirë, është Akademia e Arteve. Po, okej. Tjetër sallë nuk ka. U restaurua, por është një qëra e frikshme, Morama, nuk mund të, është shumë, është gati e pamundur që një trup të vi edhe të performoj këtu, sepse qërat janë të frikshme. Nuk e di se si është bërë kjo, nuk është se jam interesuar shumë edhe sepse unë jam aktore, nuk jam producente, por ata që vinë edhe është për mua është e pamundur. 450.000 lekë në ditë? 900 duket. Në natë? Në natë. Në 1 milion? 900 duket një gjë, nuk duat gaboj, por ishte diçka që kam dëgjuar që është gati e pamundur, vetëm nëse ja paguam një sponsor, se për ndryshe nuk ja del dot. Kjo punë e sponsorit do ta lënë më vete, në fakt, sepse mënyra se si u godit artin tani dhe sponsorit kanë shumë frikë. Pra unë e qoj pak më tutje... Sponsori nuk ka shumë interes për teatrin, ne e shohim, dhe as për teatrin, as për filmin. Sponsorët kanë interes vetëm tek ata persona që kanë ndjekës shumë. Po, komerci. Po, dhe kjo, për mua, kjo është nga fatkesit, kjo është shkatrimi më i madh që po i bëhet artit. Sepse po vlerësohen antivlerat më shumë se sa vlerat. Unë për shembull, edhe shumë kolegë të mi, nuk gjejmë dot sponsor. E di. Ne nuk gjejmë dot sponsor. Sepse nuk jenë në pjatë, si thuhet, të klikimeve. E ka zëvendruar dhe banalizuar njëkohësisht TikToku dhe këto banalitetet e tjera? Unë nga njerë më vjetë qaj, Elidon, të betohem më vjen të qaj. Kur them ky personazhi i njohur, qa është ky personazhi? është në TikTok, se ke parë në TikTok. Po qa bën kjo në TikTok? Bën video, tani këta që bëjnë video, kanë marrë ndjekës dhe po bëjnë dhe filma. Kanë zaptuar gjithë reklamat dhe gjithë filmat, dhe fatkeqësisht janë sukses. Edhe po promovon, edhe ka disa televizione që këta po i promovon në mënyrë të frikshme. Kjo është fatkeqësi e madhe, për mua është fatkeqësi e madhe. Televizionet kombëtare duhet patjetër të ekuilibrojnë pikërisht nivelin e cilësisë me disnivelin dhe duhet jepni në tribun pikërisht të artit profesional. Deri tani vetë televizioni shqiptar që është shumë serioz. Ka rezistuar. Mundohet ta mbaj me konsekuencë cilësinë, për arsye sepse ka obligim. Ka obligim statutor dhe ka obligim. Edhe më vjen keq që në televizion shqiptar duhet ndryshojnë vërtet shumë gjëra sepse pa diskutim është institucioni gjigant, është. Ka përpjekje, për një vërtetës. Dhe aty kanë në kulturës, në fakt janë goxha pikant. Pra njerëzit velen nga një emision i cili kontaminohet artistikisht, që ne e shohim gjithë, që ndodh në mënyrë vetvetiu. Teatri kombëtar nuk e ka ulur nivelin, përveç ato që pësojmë ne personalisht, që pësoni ju. Teatri kombëtar
Për të thënë të vërtetën, sigurisht që ka luhatje, mendoj që është e pashmangshme. Ka si këtë lajo ime që në moment ka luhatje, por s'kem shi. Ti e mjeshtër i matë, kështu që do shkosh atje ku duhet. Do vetë atje ku duhet. Do shkosh atje ku duhet. Teatri kombëtar sigurisht që ka luhatje, nuk them, por po ta mendosh ka një diferencë të madhe nga shfaqjet e tjera komerciale, as bëhet fjalë, domethënë. Dhe gjë shumë e mirë. Por unë mendoj që edhe teatri kombëtar gjë e parë duhet dyfishuar trupa, mendoj unë. Teatri kombëtar, unë e kam gjetur teatrin kombëtar me gati 60 aktorë, vizite sa? E kam gjetur 91, direkt. Sa mbarova shkollën, më kam thirrë sepse atë vit edhe unë martova. Edhe kishim shkuar kështu për muaj mjalti, edhe na merr vllai besniku në telefon, thot, kanë ardhur nga teatri, kërkojnë Anilën, thot, të shkojnë teatr. Direkt u ktheva në Tiranë. Edhe kam shkuar. Ai një jashtëzakonshëm. Po, çfarë thua, pa diskutim. Të mbarosh direkt shkollën, të fillosh teatr kombëtar, një set i jashtëzakonshëm. Po pata fat sepse në shkollë na erdhi Fatos Haxhiraj, që ishte regjizori i teatrit kombëtar, dhe vuri një fragment. Dhe këta pedagogët mendoj se e kanë bërë me dashamirësi dhe me qëllim më çuan mua që të punoja me të. Dhe aty kërkonin një vajzë të re, se në atë kohë ikën aktorët, vajzat e reja kishin ikur Elvira, Matilda, Eva ikën jashtë dhe nuk ishte më. Edhe tha, kam punuar në akademi në Institut në Arteve me një vajzë, thot, që më shduke interesante dhe mund të aftojmë. Edhe kështu kam hyrë unë punë. Është mjaftueshëm 2 role pikante që ka lënë Matilda Makoci? Mendon? Pak ka lënë ajo. Për filmin zakonisht ku u spikat në atë kohë. Patjetër ishte nga më të ka patur një portret të jashtëzakonshëm. Portreti më i bukur i filmit, ka qenë për mua, për shijet e mia, portreti i Matilda Makocit. Pa diskutim. Portreti më i bukur nga të gjitha. Sepse ka edhe që janë aktore shumë bukura, po ajo ishte shumë interesante. Tiparet asaj ishin fantastike. Më pëlqen shumë dhe Luiza Xhuvani, s'ku qanë gjithkohës. Ka syt, ashtu i ka akoma dhe në moshën që është, syt ka një lloj, i shprehin shumë syt. I ka gjithë lëng. I ka shumë shpresë. Dhe për aktorët syri është, me ato flasim, me ato shprehemi, me ato reflektojmë gjithë shka. Ku i gjenë filmin dhe ne? Si e shikon? Pa investime. Mendon se një film serios do bënte një... Po pa tjetër. Në Akademinë e Arteve është një shkollë që ka nxjerrë vërtet regjizorë të mirë, sepse unë nuk them që kush hyn në atë shkollë do dalë regjizor i mirë. Kjo s'ka ndodhur as në kohën tonë. 3 veta ndoshta jemi që funksionojmë si aktor nga gjithë kursi im. Kemi qenë 13. Lëvizni ashtetit për eksperjenca teatri kombëtar? Me Kosovën një shfaqje që është vënd... Janë organik ata. I kanë shumë të mirë aktorët. Edhe në artin i kastik pamor, janë po aqë të zhvilluar dhe të po aktorë kanë shumë të mirë. Kosova ka aktorë shumë të mirë. Disa sisteme i kanë më mirë se sa ne, edhe për shkak të vujtjes më të madhe. Edhe me filmin ata kanë buxhet më të mirë se ne, dhe me filmin kanë arritje më të mëdha. Një film me trashëgimtar është nominuar për Oscar. Po, e di. Kam edhe unë nostalgji për kineman e shkuar. Po, njerëzit kur dëgjoj disa që thonë që filma bëheshin atëherë, unë them që filmat më cilësor janë bërë tani. Sepse ato kushte ishin atëherë, ka qenë propaganda, ka qenë e frikshme, nuk guxonte, nuk ishte i lirë regjizori apo aktori. Është vërtet. Por, po të shikosh, ka disa filma mbas 90-s që janë vërtet shumë të mirë. Shumë të mirë. Më mirë një diktaturë që investon apo një demokraci e cila ta larkën bosh dhe thot vepro vetë, sille vetë publikun, bëje vetë gjitha dhe fito para. Për artistin kjo e dyta. E dyta, gjithsesi liria. Mund të funksionoj artistin diktaturë siç duhet. Janë bërë gjëra. Janë bërë, po nuk mendoj që artisti prapë është i kënaqur me atë që ka bërë. Neve mund ta bëjmë prapë. Nëse do të isha i lirë, do kisha bërë diçka ndryshe. Shiko, unë mendoj që biseda kaq filozofike është e rëndësishme se nuk të mbajnë më njëri si ka kaluar baba im, se me thënë mbas 100 vjetës, të ti qekojt vepra. Pa tjetër vepra. Pra është e turpshme që në demokraci mos të bësh vepër, si që është e turpshme që nga dhimbja e diktaturës mos të lësh vepër. Është e tmeshme. Arti pikturik që donë në këtë vend. Asnjë artist që ka bërë burg nuk ka vepër disident. Në herë më vjen keq pse e bën sakrificë.
diktatura ka qenë të mërshme tek ne. Se ka patur diktatura edhe në vende të tjera, por të paktën artistin ndoshta e ka lënë pak më të lirë dhe prandaj kanë arritur të shprehen ashtu siç kanë dashur vetë. Kurse këtu ti di shumë mirë edhe unë që shumë artista kanë përfunduar në burg sepse nuk e kanë nxjerrë si thua udhëheqin ashtu siç duhet. Por në atë kohë ka personazhe që janë realizuar nga aktorët edhe historik edhe jo historik që kanë lënë gjurmë për nivelin e artit që kanë bërë, për aktrimin apo për regjin që kanë bërë, ne kemi... Regjin e pranoj, sepse... Regjizor të shkëlqyer që pavarësisht propagandës dhe ta heqim ato kanë bërë vepra artistike të shkëlqyera. Mirë, të të bëj një pyetje, pse mbas demokracisë asnjë nuk është bërë ndonjë vepër pikante, më shumë kundër sistemit kaluar, ose kundër dramave që na ndodhi tani. Ka qenë vepra nata me hënë në 90-ën. Pastaj më mbrapa erdhi dhe vizita e Damës Plak. Kurse për ju artistët, piktorët e këto... Nuk ka shumë reagime të tilla. Është e çuditshme, nuk ka pas as atje. Megjithatë, nga koha kur kam qenë në shkollë, janë piktorë sot shumë të mirë dhe shumë të njohur. Prap, nuk kemi mbështetje, unë mendoj se po çajmë për vokacion personal të secilit. Ishte pasion i jashtëzakonshëm. Po të bësh piktorin sot është luks i madh, Shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Ndaj jam shumë shpesh i kënaq me veten, sepse akoma e kam, si me thënë, pasion edhe një lloj detyrimi, kur në Amerikën kapitaliste, njeriu e ka shumë normale faktin që të ndrojë 60 profesione në jetë. Për shkak të tregut që të dikton. Dhe piktura është gjëra më e pasqitur në këtë moment, por ka një fakt të padiskutueshëm. Të gjitha veprat e socializmit janë të shitura sot. I ndodhen nëpër koleksionist. Dhe ky është një gjë që më jep mua... Ndoshta kështu do të ndodhi edhe pas shumë vitesh, patjetër, që do të ketë një vlerë... Patjetër, janë disa koleksionistë që bëjnë një sakrificë të jashtëzakonshme, siç janë dhe disa producentë, në fakt që është mirë që të investojnë tek teatri, të investojnë tek, por janë në lëvizje dhe ajo që ndodh është që biznesmenët e rinj vrapojnë në mënyrë shumë të rrëfeshme. Dhe kam përshtypjen se ata ndodhen sot vetë se 55-60 vjeç. Nga mosha 65 vjeç, kur të fillojnë të ndalojnë dhe fëmijët e tyre të marrin, si me thënë, stafetën, do ta kthejnë pak kokën te nostalgjia e tyre dhe do të... Do ta kthejnë, por mua vjen keq se këta që po investojnë duke sponsorizuar një art komercial, këta janë ata që po bëjnë shërbimin më të keq brezave që do vinë pas. A di pse ndodh kjo? Ne bëm komunizmin me forcat tona, socializmin me forcat tona, anarshin me forcat tona dhe kapitalizmin po e ndërtojmë me forcat tona. Pra të gjithë janë autodidakt. Kanë kalu kaq shumë vite dhe sikur po kthehemi pas, sikur nuk... Quhet lupë në art, rëndësishme është që ke lënë vepër, dhe me gjitha... Vetëm një gjë që më ngushëllon ajo është. Po ke lënë 2 fëmijë të mrekullueshëm, më thënë që je shumë e gëzuar se nesër më vjen djali. Nesër më vjen djali. E jam shumë e lumtur që vjen shpesh shqyr se në Vjenë është, nuk është se është në Amerikë, do ishte vdekje për mua nëse do kishte ikur andej. Ka marrë vesh që ti ja punon ndonjëherë djalit duke u kollitur dhe ai shqetësohet dhe vjen me vrap. Nuk jemi mirë fare, nuk jemi mirë. Je smur dhe do vi të shërojë, ke mjek djalit. Puna tha, herën e fundit, u pa puna tha po vi tha. Po se më jeni smur të dy tha, u pa puna po vi. Ma punon dhe kësa herë këto se gjyqë. Është mjek, kështu që... Për pështimin e Hipokratit. Është gjakftohet edhe kur kemi patur raste që s'kam qenë mirë për ndonjë gjë se ne bëhemi nganjëherë dhe me fiksime, sidomos në artistë. Gjithë artistë. Edhe kur shoh që ai është gjakftohet e mori ti. Edhe thot, po nuk ke gjë. Nuk ke gjë, më man. Më kujtohet një shprehje famshme një doktori para shumë vitesh që bëja dhe unë në këto. Më tha, shiko, shkenca jonë tha shumë e thjeshtë, o jeton of death. Fiks. Edhe është
shumë i ngjashmëri me artin. O mbetesh, o harrohesh. Dhe falë Zotit, një mrekulli si puna jote ka zgjedhur të mbetet. Dhe domethënë, fati i gëshëtimit të bukurisë dhe talentit, dhe mbi të gjitha unë falenderoj shumë që jam bashkohës, që të kam bërë një skic para shumë vitesh dhe mundohem të të pikturoj shpirtin në këto momente, dhe ajo që të pëlqen më shumë, dikush është që mbas disa fotove që të bëra do ta vazhdoj në studio, se kjo është e mira e këtij artit ton, që nuk është një shfaqje e momentit në teatr dhe po dështove atë dështove. Dhe ky ju bën juve shumë emocion të fortë. Dhe unë ndaj preferoj gjithmonë teatrin para filmit. Teatri ka dhe një të keqe ndryshim nga filmi, se nëse nuk je në formën e duhur, nuk e korrigjon dot. Nuk e korrigjon dot, kurse në film është më ndryshe. S'bën mirë dublin e parë, do bësh dytin, po në teatr. Teatri si akvareli, që po i hodhi një nuk e korrigjon. Është emocion shumë i madh. Vitin që kaloi kam patur ca role shumë bukura dhe jam shumë e kënaqur, sepse kanë qenë dhe karaktere. Unë nuk më pëlqen më të bëj, si thuash, ato personazhet që janë shablon. Më pëlqen shumë të eksperimentoj. Kam kaluar nga plaka, një plak të Ivanovi, që nuk më njinin. Nuk më njinin. Si aktore super. Ishte një gjë ndryshe, në fakt unë nuk e kisha bërë ndonjëherë atë lloj karakteri, por përveç se jam argëtuar edhe kam provuar diçka. Pastaj më është dashur të bëj edhe një lesbike në një personazh shumë interesant, ishte edhe ai personazh dramatik, kam bërë edhe tek ferma që kisha atë personazhin edhe aty prap. Ishte i çik sfidues për mua edhe për shkak të moshës time, për të përballuar nga ana fizike. Një dukur goxha, se edhe në jetë ti ke shpërthime shumë të këndshme, edhe në kafe, pra nuk lejon vetëm atë mbrisësinë e portretit tënd, po futesh më thellë dhe aty më ka pëlqyer shumë, po me që më have këto bisedat, si ka mundësi një televizion publik promovon kaq shumë këto preferenca, do të thosha, qoftë të marrëdhënieve personale, seksuale. Ka një tendencë të tillë. Këto vite po. Po si jam, këto vite e fundit kam shumë se kur. Nuk ta them me qëllimshme, apo? Mendoj se duke njohur programin e vendit që lash pas Greqisë, kishte edhe atje disa tendenca të tilla. Edhe atje, por unë nuk jam kundër preferencave personale të ndonjëri. Unë as bëhet fjalë, as nuk bëhet fjalë. Por problemi është që nuk ka pse të quhen viktima, sepse duke bërë viktimën bëhen më, si thosh, më shumë se sa duhet prezent, edhe nuk më pëlqen. Por që nga ana tjetër edhe persekutohen, edhe kjo qëndron. Jam pro persekutimit. Asnjëherë, kjo është shumë e rëndë. Sinqerisht këtë gjë, aq më tepër që jam rritur në Europë, i cili ka drejtën e vet. Gjithsesi kush të bëj drejtën, nuk ka pse të viktimizohet, them unë, dhe të bëhet, gjithsesi kush të bëj jetën e vet. Ore, gjithmonë ka patur. Ka patur, gjithmonë kemi patur në shkollë, kemi patur në punë. Se mos shkollë në artin. Gjithsesi kush ka parë jetën e vet dhe nuk ka pse të merrem unë me preferenca. Nuk shikonin, ne nuk bënim dallime të tilla. Jo. Na kujtohet edhe në kohën e xhazit, diskutoje kishim na mjaftonte vepra arti që linin pas, apo jetë të tyre personale deri ku nuk kalon, si më thënë. Problemi është që gjithse kush të mbajë vendin e vet, të bëjë jetën e vet, të pa cënuar njëri tjetrin. Anila je mrekullueshme, edhe do më përqafosh Besnikun dhe di pse. Disa më njohur me Besnikun, ka gjë shumë e bukur. Një studente donte të bënte një dokumentar për një artist, se disa propozime dhe ai aprovoi emrin tim. Dhe ajo ka bërë një dokumentar shumë të këndshëm. Sa bukur paske edhe ti. Po, shumë e bukur. Dhe ja kam kujtim shumë të bukur e një jetës, dhe bëm udhtim në studion tim në Lushnjë. Edhe më vjen mirë që i ndihmoni studentët. Unë, nga që Besniku është këtu, i kam thënë gjithmonë, nëse një student më shef në një nga këto punët e shkollës, më thuaj se unë i shkoj pa lek. Fantastike. Edhe e kam bërë një herë, kam shkuar për djalin e një miku ton, por gjithmonë për studentat nuk pranoj që të paguem, sepse kanë vështirësi të jashtëzakonshme. Shkolla nuk i ofron asgjë fatkeqësisht.
Ja të falenderoj shumë. Edhe unë. Ky është një rol tjetër, ti e një gjë tjetër, unë jam gjë tjetër, por në fund do të dalë një produkt, një portret. As e vend dyshim, mezi po pres ta shoh. Je mrekullueshme. Rrofsh. Faleminderit.